Merita nuk ekzistonte dhe vendi i punës u shit, pasi ekskluzivitetin e kishte ministri. Akuzat vijnë nga kryeministri Edi Rama drejtuar qeverisë së shkuar. Nga foltorja e parlamentit, shefi i qeverisë paralelizoi oborret e shkollave në fundin e mandatit të demokratëve me sheshet e mitingjeve. Gjithë oborret u kthyen në sheshe për shfaqjet e klonit tuaj, kryeministër atëherë, ku gjithë klasat u kthyen në trupa për të marrë zvarre për të nxjerrë mitingjet tuaja dhe askush nuk arriti dot të marrë një vend merituar, ndërkohë që mira vajza dhe djem që kanë mbaruar për mësuesi rrin rrugëve pa punë, duke i lënë për vite të tëra hapur rrugën lloj-lloj ignorantësh dhe lloj-lloj zullumqarësh që morën në dorë kontrollin e shkollës shqipe. Nga Selia Blu vjen një tjetër realitet. Militantët partjak, sipas dhënëses së Partisë Demokratike, kanë zëvendësuar drejtuesit e arsimit në rrethe. Në Berat e fitoi konkursin për drejtor të arsimit kryetari i degës së Partisë Socialiste. Në Vlorë e fitoi konkursin për drejtor të arsimit kryetari i agrave socialiste. Në Gramsh, kryetaria e Partisë Socialiste të këtij rrethi. Në Gjirokastër, udhëheqësja e fushatës së Partisë Socialiste. Në Fier, sekretari i deputetit socialist. Në Dibër, nënkryetari i Partisë Socialiste. Në Elbasan, gruaja e një drejtuesi të lartë të Partisë Socialiste. Kanë spikatur në këto konkurse edhe militantët, edhe funksionarët e Lëvizjes Sociale për Integrim, që drejtojnë sot arsimin në qarkun e Tiranës apo në Lushnjë. Zëdhënësia e Partisë Demokratike këtë nuk e konsideron rastësi, por pjesë të filozofisë së qeverisë për të shpërblyer militantët me poste publike.